Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera. Sot do të ndiqni. Ministri i Arsimit Mirela Akumbaro mori pjesë në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, duke theksuar se brezi i ri i juristëve do të përcaktojë të ardhmen e Shqipërisë dhe do të kontribuojë në forcimin e shtetit të së drejtës, ndërsa paralajmëroi rishikimin e ligjit të arsimit të lartë e rritjen e ndërkombëtarizimit të universiteteve. Këshilli i Bashkisë Gjirokastra zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratojnë ndihmën ekonomike për familjet në nevojë, programin e subvencionimit të qiras për vitin 2026 dhe projektin Zinxhira Social Rise për përmirësimin e shërbimeve për komunitetet vulnerabël. Gjatë kësaj mbledhje, Këshilli shqyrtoi dhe miratoi edhe disa ndryshime në programet buxhetore dhe në administrimin e sipërfaqeve kullësore dhe pyjore. Në lagjen Zinxhira të Gjirokastrës, ku jeton komuniteti rom, bashkia ndërhyri me një aksion pastrimi për përmirësimin e kushteve mjedisore. Megjithatë, mjedisi i pastër mbetet sfida kryesore, pasi kërkon jo vetëm ndërhyrje institucionale, por edhe ndërgjegjësimin e banorëve për ta ruajtur hapësirën ku jetojnë. Rendi i ri titullohet shfaqja premier me të cilën Teatri i Shëtitës Çajupit do të vijë para publikut gjirokastrik këtë fillim tetori. Ekipi teatror që sjell të dram ka në përbërjen e tij talente të spikatura për brezin e tanishëm. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministri i Arsimit Mirela Akumbaro mori pjesë në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, duke theksuar se brezi i ri i juristëve do të përcaktojë të ardhmen e Shqipërisë dhe do të kontribuojë në forcimin e shtetit të së drejtës, ndërsa paralajmëroi rishikimin e ligjit të arsimit të lartë dhe rritjen e ndërkombëtarizimit të universiteteve. Ministri i Arsimit Mirela Akumbaro mori pjesë mbrëmjen e sotme në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, nga ku tha të rinjve se janë brezi që do të përcaktojë se si do të jetë Shqipëria e nesërme. Ministri Akumbaro u shpreh e emocionuar nga kjo pjesëmarrje, pasi, siç u shpreh ajo, rikthehet pas 12 vitesh në arsim. Rikthehem në arsim, aty ku le themi përkohësisht u shkëputa 12 vjet më parë, pikërisht nga Universiteti i Tiranës. Prandaj falenderoj për ftesën rektorin, po dhe kolegun Artan Hoxha dhe dekanen Dorina Hoxha për ftesën sot. Se s'ma priste menda që do rikthehesha këtu si ministri i Arsimit. Ne nga Gjirokastra kemi një shprehje: ngjau krushia pa u bë. Kush është nga Gjirokastra këtu, besoj më kupton shumë mirë. Është një fest akademike juaja sot që na bën krenar të gjithëve, por le të themi që është dhe një ritual që na tregon forcën që ka arsimi në një botë gjithmonë në ndryshim. Forcën e universitetit si një institucion e më shumë se çdo institucion tjetër shkencor që mban të forta themelet e një shoqërie në evoluim. E di se diplomimi në Fakultetin e Drejtësisë nuk është një arritje e lehtë, madje mbase është më vështirë edhe se shumë fakultete tjera. E dal nga Fakulteti Histori Filologjisë dikur, besoj që mund ta them. Por jam e bindur që keni kaluar në sfida të cilat kanë vënë në sprovë durimin dhe përkushtimin tuaj. Por sot, çdo lodhje, çdo sakrificë që keni kaluar, sot vërtet që dikur nëse mund t'jetë dukur pak e kot ose mundimshme, sot ju merr një kuptim si asnjëherë tjetër. Nga sot ju bëheni pjesë e asaj elite të re të juristëve, avokatëve, gjyqtarëve, prokurorëve, administruesve publik apo privat, të cilët do të kenë përpara misionin për të çuar më tej ndërtimin e një Shqipërie më të drejtë, më të barabartë, ku pavarësia e drejtësisë nuk është më një koncept teorik që e lexojmë për libra, por një realitet i prekshëm e i dukshëm për gjithë. Në fjalën e saj, Akumbaro nënvizoi vizionin e qeverisë për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Vizioni ynë është i qartë. Shqipëria duhet bëhet një vend i hapur për dijen ndërkombëtare. Pas një reformimi tërësor të sistemit, nga mbyllja e institucioneve që nuk e përmbushnin standardin, disa vite më parë, rreth 10 vite më parë, jemi sot e procesi i vazhdueshëm i akreditimit. Kemi një bazë më solide për të ndërtuar një të ardhme më të fortë akademike, por nuk do të thotë se kemi arritur gjithçka. Ju arritët të merrni diplomën,
por ne kemi akoma punë për të bërë. 10 vite, mbas reformës përmes së cilës shkundëm plurin që i zinte fryma shumë për institucioneve të arsimit lartë dhe mbulonte përgjithsisht krejt sektorin, do të rihapim shumë shpejt kantierin ligjor për rishikimin e ligjit të arsimit lartë, për ta përshtatur atë me nevojat e kohës dhe me përvojën e akumuluar tashmë nga të gjitha institucionet universitare. Do të fokusohemi në ndërkombëtarizimin e universiteteve dhe në rritjen e cilësisë së kërkimit shkencor. Ndërkohë që do të dyfishojmë investimet për laborator modern, do të mbështesim doktoraturat për të rinj dhe do të mbajmë të hapur ftesën për kolegët akademik të diasporës sonë. Shkenca dhe kërkimi do të vendosen në themel të këtij sistemi me një synim të guximshëm, por të arritshëm, që Shqipëria të konkurojë denjësisht për fondet e kërkimit shkencor të Bashkimit Evropian dhe të jetë pjesë e hartës shkencore të Europës. Ministri Akumbaro përmendi edhe bashkëpunimet e Universitetit të Tiranës me Universitetin Teknologjik në Francë, të Universitetit Bujqësor me Bokun e Vjenës, si dhe projektet për rilindjen e kampuseve në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Këshilli i Bashkisë Gjirokastër zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratoi ndihmën ekonomike për familjet në nevojë, programin e subvencionimit të qiras për vitin 2026 dhe projektin Zinxhira Social Rise për përmirësimin e shërbimeve për komunitetet vulnerabël. Gjatë kësaj mbledhje, Këshilli shqyrtoi dhe miratoi disa ndryshime në programet buxhetore dhe në administrimin e sipërfaqeve kullosore dhe pyjore. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi sot mbledhjen e radhës, ku në rendite ishin disa vendime që lidhen me mbështetjen sociale dhe programet afatmesme të bashkisë. U miratuan ndihma ekonomike për familjet në nevojë, si dhe vijimi i programit të subvencionimit të qiras për vitin 2026. Në fokus gjithashtu ishte përmirësimi i shërbimeve sociale për komunitetet e cënueshme përmes projektit Zinxhira Social Rise. Antarët e Këshillit miratuan edhe ndryshime në programin buxhetor afatmesëm 2025-2027, ndërsa në rendite u diskutuan edhe vendime të tjera që lidhen me menaxhimin e territorit dhe mbështetjen për komunitetet rurale. Qytetarët pasi zgjidhen përfitues, pasi kalojnë me lista në Këshill, lidhin marrëveshje individuale me persona të cilët japin banesën me shëra. Aktualisht është 60% nga buxheti i shtetit, ka ndryshuar ka vjet dhe 40% nga Kemi bërë një tabel për ndarjen me përqindje të njësive administrative. Pse i keni bërë? Vlerësimi aktual 0%, vlerësimi propozuar në përqindje, ca 2, ca 4, ca 7. Ligji për zgjedhje kryetarëve të fshatrave bëhet me numrin e popullsisë nga Këshilli Bashkiak. Shpërblimi mujor i tyre bëhet mbi ngarkesën e punës dhe detyrat e tjera të ngarkuara. Nuk përcakton ligjërisht që vlerësimi mujor i kryetarëve të fshatrave do të bëhet me numrin e popullsisë. Për zgjedhje atyre po, por jo shpërblimi mujor. Dhe tek shpërblimi mujor janë marrë karakteristikat për bazë, numri i popullsisë, shpërndarja gjeografike dhe detyrat e ngarkuara shtesë. Në lidhje me punimet që janë bërë në katër nga granica deri në Pazar. Tani ajo është anashkaluar shumë herë dhe mendoj që nuk duhet jemi indiferent ne si Këshill Bashkiak. Janë vendosur disa pistona shpejt para 2 muajsh më vetë, mos gaboj, para gjimnazit, u lanë 24 orë e hoqën. Tani janë vendosur përpara qartit. Dhe me thënë të drejtën ato unë sem architekt, po nuk kanë më djeshe as architekt as inxhinier, ato janë një stonatur. Nuk kanë asnjë funksioni dhe mbi të gjitha nuk lejohet në bazën ligjore që të vendosen mbi atë 14 beton edhe ai buri. Kështu që ato duhet të hiqen urgjentisht. Është aprovuar i gjithë projekti mobilitetit me 29 paketa. Që është pjesë e projektit. Te qarku kemi ndërtuar një pambus që është për personat me aftësi të kufizuar. Kjo krijon një korridor sigurie për të kaluar edhe personat me aftësi të kufizuar, edhe qytetarët, fëmijët dhe çdo turist i qytetit Gjirokastër. Pasi paketa e mobilitetit, shumë nga rrugët e Gjirokastrës i bën me një sens kalimi. Mund të krijohet shqetësim për personat me aftësi të kufizuar, po që të ndodhë një gjë e tillë në qendrën e zemrës dhe qendrës historike, nuk e di.
Vendimet e marra në këtë mbledhje synojnë të përmirësojnë mbështetjen sociale për familje në nevojë dhe të rrisin cilësinë e shërbimeve për komunitetet e cënueshme, duke orientuar punën e bashkisë drejt një menaxhimi më efektiv të burimeve dhe zhvillimit të qëndrueshëm të qytetit. Pas një periudhe të gjatë heshtjeje, sahati Koni Kalasë Gjirokastrës është rivënë në funksion. Fal punës palodhur të drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore Gjirokastër, mekanizmi i tij dhe këmbanoria e famshme janë rikthyer në jetë, duke rikthyer edhe tingullin e njohur që ka shënuar orët e qytetit për dekada. Lajmin e ndau Ministri i Kulturës Blendi Gonxhia, i cili shkruan se ky rikthim shënon një hap të madh në ruajtjen e trashëgimisë son kulturore dhe jep vizitorëve një arsye më shumë për të përjetuar magjinë e Kalas dhe horizontin unik të Gjirokastrës. Ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19, sahati ka qenë dëshmitar i historisë së Gjirokastrës, duke shënuar jo vetëm kohën, por edhe ngjarjet më të rëndësishme të qytetit. Rikthimi i tij është një hap i madh për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe i ofron vizitorëve një arsye më shumë për të përjetuar magjinë e Kalas dhe panoramën unike të qytetit. Në Jergucat u mbajt sot mbledhja e Këshillit të Bashkisë së Dropull, ku u caktuan datat e dëgjesave publike për projekt buxhetin dhe paketën fiskale të vitit 2026. Këto dëgjesa synojnë të përfshin qytetarët në vendimarrje dhe në përcaktimin e prioriteteve për zhvillimin e bashkisë, ndërkohë që u miratuan edhe disa projekt vendime të tjera me ndikim në jetën e komunitetit. Raporti monitorimit të zbatimit të buxhetit gjatë 8 mujorit të parë të vitit 2025, miratimi përfituesve të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar të ndihmës ekonomike, si dhe miratimi i projekt buxhetit afatmes të rishikuar 2026-2028 ishin temat kryesore të rendit të ditës në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Dropull. Pas propozimit të kryetarit të Bashkisë zotit Dimitrak Toli, mbledhja e sotshme e Këshillit të Bashkisë filloi me 1 minutë heshtje në nderim të kujtimit të zotit Thanas Maneka, i cili u largua nga jeta para pak ditësh. Zoti Maneka ka qenë kandidat për kryetar bashkie në zgjedhjet e fundit 2023-shit me siglën e Partisë Demokratike dhe Partisë Drejtave të Njerëzit. Gjithashtu, Këshilli i Bashkisë caktoi datat e dëgjesave publike për projekt buxhetin dhe paketën fiskale të vitit 2026. Do të bëjmë atë dëgjesën publike për plan buxhetin për vitin 26, e kemi caktuar në datën 7-8 tetor për Dropullin e poshtëm dhe të sipërmë, kurse për Pogonin do vëmë nga fundi muajit, do të shikojmë cilën datë do ta kemi një çik më të saktë që ta vendosim. Çdo vit i lajmërojmë të gjitha grupet e interesit, e shpallim atë dëgjesën publike në internet, në sajtin e bashkisë, në sajtin e Këshillit të Bashkiak. Megjithatë bëjmë dhe lajmërime të veçanta me të gjithë kryetarët e fshatrave që të mbledhin popullin, ata edhe grupet e tjera të interesit, sidomos këto që janë firmat produse dhe firmat tregtare. Gjithsesi, zonja Bauçi nuk është e kënaqur nga pjesëmarrja në dëgjesat publike gjatë viteve të kaluara. Të themi të vërtetën, s'mund të themi që jemi shumë të kënaqur. Pse? Se edhe në kohën që bëhen këto dëgjesat publike që bëhen, atëre dhe popullsia që mundet të marrë pjesë është në migri. Mundohemi të mbledhim ata që janë në vend. Tani sa do vinë është tjetër punë. Megjithatë, për Dropull dhe sipër gjithmonë kemi patur atë pjesëmarrje të mirë. Njëkohësisht, Këshilli i Bashkisë Dropull aprovoi me unanimitet propozimin e kryetarit të Bashkisë zotit Dimitrak Toli për të shpallur qytetare nderi ambasadoren e Greqisë në vendin tonë, zonjën Konstantina Kamici. Siç dihet, misioni i zonjës Kamici përfundon në fund të këtij viti në muajin dhjetor. Mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë Dropull do të zhvillohet në njësinë administrative të Pogonit.
Në lagjen Zinxhira të Gjirokastrës, ku jeton komuniteti rom, bashkia ndërhyri me një aksion pastrimi për përmirësimin e kushteve mjedisore. Megjithatë, mjedisi pastër mbetet sfida kryesore pasi kërkon jo vetëm ndërhyrje institucionale, por edhe ndërgjegjësimin e banorëve për ta ruajtur hapësirën ku jetojnë. Për një ambient sa më të pastër, bashkia Gjirokastër së bashku me Agjencinë e Shërbimeve Publike ka nisur pastrimin në Zinxhira, konkretisht në lagjen e Romëve. Kjo lagje shpesh ka qenë problematike, ndërsa nga vetë banorët kërkohet më tepër ndërgjegjësim për t'i hedhur mbetjet në vendin e caktuar. Mirë bëni kena pastroni, se neve u qelë bëm nga beturin ata tje. A nuk është gjë e mirë, qaj gjë e mirë është neve u sumur. Shumë mirë është. Shumë mirë, bravo, ropshit, faliminderi shumë, që e pastroni. Neve jemi bërë sumundje do zem sumundje. Kështu që i bëjmë pastrimet tani mirë, po nuk është mirë kështu që i bëjmë këta, që i hedhin atje. Unë kam shpinë afër atje edhe ma ballkojnë rrugën. Njerëzit jenë i kulturuar njerëzit, jenë mirë njerëzit që mos hedhin më. Edhe ka pa pasorti shumë, i pastrojnë s'kan ku të hedhin tuku. Është shumë e mirë për vetin e komitë vegjël, kupton apo pasortia është më e mira nga ushqimi, kupton. Ma telefon drejtorin e komunale që vjen e pastrojnë, kupton. Këtu mbushet gjithmonë këtu, ma vjen keq shumë këtu. Në lagjen Zinxhira, ku është vendosur edhe pjesa më e madhe e komunitetit rom, bashkia Gjirokastër ndërhyri me aksion pastrimi për përmirësimin e kushteve mjedisore. Megjithatë, sfida mbetet tek ndërgjegjësimi i banorëve për ta mbajtur zonën të pastër. Mes 36 qendrave shëndetësore verore që funksionuan për një periudhë 4 mujore në vend, ishte edhe ajo e Gjirokastrës, e cila u ngrit për herë të parë këtë sezon me qëllim ofrimin e shërbimit shëndetësor turistëve, që prej qershorit bluzat e bardha të saj dhanë ndihmë 600 personave, mes të cilëve pati edhe banorë të zonës. 30 shtatori shënon përfundimin e misionit të 36 qendrave shëndetësore verore në vend. Për herë të parë, këtë vit një tillë funksionoi edhe në qytetin e Gurt, ku prej një qershorit u ka dhënë ndihmë 600 personave në raste të ndryshme emergjencash. Nga data 1 qershor deri sot në këto momente që po flasim, janë regjistruar 600 vizita, nga të cilat kemi pasur rrëzime, kemi pasur mikrokirurgji të vogla, kemi pasur tensione, se puna e vapës i ka këto dhe në qytetin e Gurt të Gjirokastrës, po që janë realizuar dhe gjitha me sukses. Kemi pasur ndihmë dhe spitalin e qytetit tonë, urgjencën 127, të cilat janë rekomanduar ato që ishin part të arsyeshme për të nisur në urgjencë. Kemi pasur disa raste të vështira, rrëzime në Kala, që kanë pasur ndërhyrje të menjëhershme të urgjencës, të ambulancës, për të kryer edhe qepjet në kirurgji. Personeli shëndetësor në gatishmëri 24 orë ka ofruar shërbim si në ambulancë ashtu edhe në teren. Fluksi më i lartë është shënuar në muajt kur edhe temperaturat kanë qenë më të larta, bën të ditur infermierja Gabriela Çela. Korriku dhe Gushti ka qenë kulmi i vizitave tona, kemi arritur deri në 50 vizita në ditë. Puna jon ka vazhduar me turne 24 orë, 3 infermier me një mjek në turn. Kemi bërë vizita, ka pasur raste edhe në shtëpi gjatë në lagje, edhe në teren, por kryesisht shumica ka qenë këtu në ambulancë. Ambulanca qendra jonë verore ka pasur të gjitha mjetet e nevojshme që duhen për të ndërhyrë menjëherë në një rast emergjent në një urgjencë. Vendosja e kësaj qendre në lagjen Dunavat u pa e arsyeshme për shkak të afërsisë me Kalan, por edhe me pazarin karakteristik ku dhe prezenca e vizitorëve është më e madhe. Vangjel Zafirati, autor dhe përkthyes dëgjuhësh prej 20 vitesh, lidh kulturën shqiptare dhe greke përmes letërsisë. Ai thekson se pavarësisht sfidave të teknologjisë, emocione dhe përjetimi i fjalës mbeten pronë e njeriut. Vangjel Zafirati, një krijues i njohur dhe i kërkuar nga lexues në gjuhën shqipe dhe atë greke prej 20 vitesh, paralelisht me krijimin në të dy gjuhët, ai është edhe po aq i njohur si përkthyes i letërsisë që krijohet në dy hapësirat midis dy vendeve. Ai e quan si shenjë kulturore që kalendari botëror ka një ditë dedikuar përkthimit dhe përkthyesit.
Zafirati tregon sprovën e parë në fushën e përkthimit të 3 autorëve të spikatur shqiptar në gjuhën greke, për të ardhur te vepra me fundit, që është antologjia e autorëve nga minoriteti grek që ka shkuar në dorën e lexuesit grek. Besoj se është shumë e rëndësishme që dita e përkthimit dhe përkthyesve është e shpallur si ditë ndërkombëtare. Dhe sepse në fund të fundit ka nevojë publikimi, komunikimi që është i domosdoshëm, komunikimi artistik, letrar, i krijuesve në të gjithë botën. Sepse kur themi përkthim nuk bëhet fjala për një përkthim të një dialogu të thjeshtë, por kryesisht të veprave letrare. Përkthyesi dëgjuhësh Vangel Zafirati ndalet në sfidat që ka përballur në këtë proces. Veçohen Google dhe sidomos kërcënimi që vjen në rritje nga ai, por ai shprehet se shpirti, emocioni dhe përjetimi është e pamundur të realizohen nga teknologjia. Sigurisht që është një sfidë, një gjë është e ditur. Meqenëse përkthej më shumë poezi, po edhe prozë. Do thoshja këtë, ata mund të gjejnë leksikun më të arrirë për ta përkthyer. Por përsjellja në një gjuhë tjetër e vargut, e strofës, apo dhe e fjalisë poetike, vjen e thatë. Nuk frymon. Është një pemë e djegur. Mora një shembull nga zjarret e fundit. Pra nuk të shkakton ndjesi, mungon ndjeshmëria, figuracioni, sidomos metafora në poezi, emocioni. Lexuesi, kushdo qoftë ai, lexues shqiptar, francez apo italian, do të jetoj me impulsin dhe me emocionin e poezisë, gjë që siguron vetëm përkthyesi njeri dhe jo teknologjia. 30 shtatori sipas Zafiratit përkon me vdekjen e shëni Jeronimit, që përktheu Biblën nga greqishtja dhe hebraishtja e vjetër në gjuhën latine. Tranoshishta, një nga fshatrat më të vjetër të njësisë administrative Antigone në Gjirokastër, vazhdon të ruaj traditat e hershme në bujqësi, blegtori dhe prodhimin e rakis. Vitet e fundit, zhvillimi i agroturizmit e ka bërë fshatin një destinacion të rreqës për turistët që kërkojnë natyrën, mikpritjen dhe kulturën vendase. Tranoshishta e vendosur në njësinë administrative Antigone të Bashkisë Gjirokastër, njihet si një nga fshatrat më të vjetër të zonës, me një histori dhe trashëgimi të pasur kulturore. Banorët e saj kanë ditur të ruajnë me fanatizëm traditat dhe zakonet që i dallojnë ndër breza. Këtu, jeta e përditshme është ende e lidhur ngushtë me natyrën dhe mënyrën tradicionale të jetesës. Aktualisht banorët e fshatit merren kryesisht me punët sezonale. Në këtë periudhë të vitit vëmendja e tyre është tek mbledhja e rushit dhe procesi i nxjerrjes së rakisë, një traditë e hershme që vazhdon të jetë pjesë e identitetit të fshatit. Fshati është me fushat, me vjeljen e rushit, e mbledhim, e shtypim dhe do afro 20 ditë që të vi, pastaj e krejmë rakin. Banorët që mirën me blegtori dhe me bujqësi. Janë 4 familje që mirën me blegtori. 3 janë me dhënë dhe 1 është me dhi. Mundohemi, i vazhdojmë këto të fshatit, traditat të tëra. Në bazë të studimeve, domethënë në shekull 14, në dokumentat turke, del domethënë që Tranoshishta, del në fshatrat më kështu kupton dhe fshati nuk ka qenur këtu ku është tani, ka qenë atje tutje. Edhe janë marrë me bujqësi, me blegtori, domethënë edhe me puna të ndryshme, domethënë sipas gjendjes dhe sipas. Vazhdojnë të ruajnë këto tradita banorët? Po. Hajde jemi në 20-21 shtëpi jemi. Si merren këta që janë këtu? Ja 3-4 janë me blegtori, janë të punës. Të tjerë janë që kosht, janë që me këto. Në vitet e fundit, Tranoshishta është ndërruar edhe në një destinacion tërheqës për vizitorët. Është fshat mikpritës, fshat bujar, me njerëz shumë të mirë. Gatimet i kemi mëse të mira, vinë turista plot, kanë ardhur, dhe të shqiptar dhe të huaj, plot. E pëlqen se është fshat me tradita, ka kishën, ka vende të bukura. Naturistët vizitohet shumë, domethënë, dhe se ne kemi një vajzë që ri atje që pret biletat edhe
Do më thënë, vizitohet. Edhe këtu kthenen, do më thënë, kështu për në mënyrë të lirë, kupton të pjesin, edhe i kthejmë kështu. Por neve i kemi të tëra rregullat, dhe të mëlcirat edhe për të ngrënë. Kemi mëlcir, kemi dhiplën, baklavanë, pandispanjet, të tëra me radhë. Të tjerat pastaj ushqimet, do bëjmë pilatin, do bëjmë lakrorin, do bëjmë burekun me lakra, me qumësht, me të tëra këto. I ruani recetat? O, apo si, i ruajmë ato. Në vinë besat në beare, më thonë, në po si bën t'i kështu kaj të mira, pëse s'na bën edhe neve? I mëson? Po si mëson. Ke qenë në thonë, po dale se o di mësoni dhe i vavasha, edhe kështu më bërë, të tëra regullat e lunxhërisë, që ka lunxhëria i kemi të tëra. Me glikora, me kafera, me pijera, me të gjitha. Po turistët, sa i pëlqejnë këto gatime tradicionale? Shumë, ja, na vinë këtu të ka shtëpia ati, vinë një ditë po një ditë jo, autobusi këtu ati për teja. Edhe hanë, pinë edhe ikin. E pëlqejnë fshatin? Ua, Flori, është dhe afër nga qyteti, ja tek është 15 minuta. Agroturizmi ka marrë një zhvillim të ndjeshëm, duke sjellë gjithnjë më shumë turistë vendas dhe të huaj. Sipas banorëve, sidomos në periudhat e verës dhe të festave tradicionale, fshati vizitohet nga shumë njerëz që kërkojnë të përjetojnë nga afër jetën rurale, mikpritjen tradicionale dhe bukuritë natyrore të zonës. Ky interesim i shtuar shihet si një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik dhe promovimin e kulturës lokale. Rendi i ri titullohet shfaqja premier me të cilën Teatri i Shëtitës Çajupi do të vijë para publikut gjirokastrit këtë fillim tetori. Ekipi teatror që sjell këtë dramë ka në përbërjen e tij talente të spikatura për brezin e tanishëm. Datat 2 dhe 3 tetor do të sjellin në Gjirokastër pjesën teatrore Rendi i ri. Është një dramë e vënë në skenë nga Teatri i Shëtitës Çajupi, që do e shfaq premier për artdarsin gjirokastrit. Ajo vjen në interpretimin e aktorëve Era Çaushi, Joana Karaj, Aleksandër Kondi e Igli Fusha. Fillojmë këtë sezon me një shfaqje të ftuar nga Teatri i Shëtitës Çajupi me një shfaqje me regji të Kiçolondos, Rendi i ri. Është një vepër me një ngjarje të thjesht por të thellë. Ngjarja ndodh në një repart të braktisur të autopsisë, ku në thelb ka 2 rrëmbyes dhe 2 të rrëmbyera. Në thelb të veprës flitet për ndjesitë njerëzore, për drejtësinë dhe padrejtësinë, për konfuzionin emocional që përson individi në këtë shoqëri, dhe besoj që do jetë shumë interesante për të ndjekur. Jo vetëm interesante, por pa dyshim që publiku do të pësoj katharsis dhe do të mësoj edhe do të reflektoj për më shumë. Kjo shfaqje vjen nga një kast i ri aktorësh, regjizori ka zgjedhur aktorë të rinj dhe unë mendoj që kjo është për të vlerësuar, besoj që të rinj të duhen mbështetur edhe t'u jepet mundësia për të provuar edhe për të eksperimentuar në profesionin e tyre. Kjo javë s'mbaron me kaq, të dielën një tjetër shfaqje do të ngjitet në skenën e Teatrit të Gjirokastrës. Shfaqja pasardhëse do të jetë nga Klea Huta Akademi, një shfaqje me titull Komshin, ku në thelb të saj janë fëmijët. Pra, në këtë shfaqje, përveç aktorëve profesionistë dhe përkrah aktorëve profesionistë, do të jenë edhe disa fëmijë aktorë. Gjithçka do të mbetet për të zbuluar në datën 5, kështu që ju presim teatr. Tetori do të jetë një muaj i mbushur me aktivitete artistike e kulturore të organizuara nga Bashkia Gjirokastër. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshim.